se po takohemi në ftohtë e nxehtë, miqtë e mi, ja, e nisëm kështu me adrenalin, me të gjitha ngjyrat e mundshme, sepse edhe ditët po shkojnë tu nxehtë, dhe pas kësaj muzike që DJ Leo e startoj ftohtë e nxehtin sot, unë do doja që të mos qëndrojmë shumë në studio, po t'ju ftoj bashkë të dalim jashtë studios së ftohtë e nxehtë, të shohim se çfarë do të sjellim në këtë diel për miqtë më të mirë, çfarë kemi rezervuar, çfarë kemi përgatitur, sepse diçka shumë e mirë do t'jetë pas pak në ftohtë e nxehtë. Prej studios ftohtë e nxehtë, direkt në Biliardo Prishtina, ashtu siç ju paralajmërova, realisht para se martu unë ala dhe në keq, u vesha, u ndreqa, erdhëm në Dragodan, në Biliardo Prishtina, sepse kom ftu jo vetëm një këngëtar, po e kom ftu këngëtarin me gjithë band. E sot, për shkak që jemi në Biliardo, po du me i sfidu, sa janë të mirë jashta mikrofonit, sa janë të mirë jashta sintit, e saksofonit gjitha këto, me i pa, a janë të mirë edhe me topa. Kështu që, në Biliardo, sot kom ftu krenarin, krenar Krasniqin, edhe granitin edhe fatosin, djenë që e përcjellin gjithmonë krenarin. Unë nuk është që ja kom fërt haberin qysh me lujt, aso ata nuk e di, a din me lujt, e përderi sa unë po e provoj kështu një apo di me roka jo, nashta dhe ata vinë. Po më duket që erdhen. Pse e vanu? Mirë se erdhet. A jeni gati mi ju sfidu një ka një kështu? A je bo gati me hup? Kush me hup? Unë gjithmonë fitoj. Unë jam ka një far eksperti këtu në Bilardës, di sa ki informacion. Po thu që krenar ko me hupa? Po s'pedi s'kom patu e lo, po... Qëre, me hupin ashtë, nuk është kusha, dhe shumë fënd, pa gjujt me ta. Se më tash me te që e kollë. Unë të kom filmet apo 8-2, realisht unë nuk është që ja kam haberin fërt me lujt Biliardo, e ti ku jem suksh? Ma mërmenja se t'ka ushtru kushtrimi ty pak. Kushtrimi u munu pak ma herët, pas... Se kushtrimi ja thot ka gja mirë. S'ma roki. Unë kom lujt si i vogël, kom lujt shumë Bilardo, edhe... Po me nej që ja thëm deri dikon. Ju dhe që po kesh një adini me lujt? Kampion. Ka me këshyr, kam këshyr. Okej. Do më thonë na pushim njejt, për me këshyri jena të parë. Edhe telefon kam lujt. Okej, nani na edhe pi bojna gati, s'te losh telefon qëto, edhe pi bojna gati, edhe pja nisim ju pyt, që shpyrë shkojnë punët, mramjet, senet, po mas pari për du munajt e kanga ma e fundit. Krenar, që shë pata emrin kanga, e re? Kanga quhet dhimbje. Qka po të dhem ty ma shumë këvet fundit? Mu nuk është që po më dhem nëjsen, po nashta tek shkrusit. Tek shkrusit për dhem nëjsen, a nëjse kështë marë në spot edhe gjenetën. Qa e keni bu këtë farë tripin me gjenetën me kitë kongë vajtu se me gjithë një gjenetën, se ka kajtë mira qka? Jo, me thonë drejtën nuk është që kum pas në herë, është tjera e parë. Ma kanë propozu produksioni edhe kum pasi ide të mirë për me u bo ma shumë virale, ashtu për me folë sinqerisht. U konë në tren në qatë kër e kum bo tash, edhe pse jo, ka dalë mirë, ka dalë, okej, na donë 2 palë mirë, pse jo. Ka të erdhë ideja e kongës dhimbje? Dhimbje, me thonë drejtën, të bini ka kohë që kum pas me i bo 2-3 balada, edhe gjithmonë i vekerava një tjetërës, po tani dullin të parat ato. Bini më thiri, tha kam një sen për ty, shkova edhe provum dull mirë. Ja u kala i rani tjera. Se djemë nuk i ka qitë në spat? Zakonisht ta hezitojnë, edhe këto kur erdhën vetë qëllun bashku në thire, qëllun bashku në thire se për dryshe hezitojnë, pritojnë pak me folë. Në klipin tjetër i thu, jena intervjist e Granit edhe vish. Po, në ashtë edhe që i kun, të jenë kohën pak ma shlirë kanalë. Fatës, sa ju ka përgju ka nga dhimbje? Pa tjetër. Qka të përgju ma shumë? Refreni, teksti, këndimi apo videoklipi? Që dy javë jenda me mu e me tjetër kanë pas ke shkru, e kalzove vetën edhe njëherë,
Që dy javë jenda me mu shoku, toni pas ke shkru, i lexova, çka keni fol krej. Po mirë shko. Po mirë shko me më thirë mund, s'po që e këthirë gjenita. Pa qysh në ejta. Se po kopësh vështë të gjeneta. Se po kopësh të gjeneta. Në shërej që po Që të bu gjeneta. A do të më da 2-2, apo? Ja, e që dy. Mujna dhe Okej. 2, edhe mujna... Granit. Çka të pëlqej ty ma shumë këngë? Sa do me të njëmës? Shumë, edhe teksti sidomos është shumë i mirë, po vija melodike disha është aja që mu më ka bo për shtypje ma shumë. Edhe, është i baladov që e du ma shumë që i ka këndu kremi. Ju të retë Granitit ka pëlqy shumë, e vërtet. Ju të retë jeni tratum, kështu me sa di unë. Që po menon tratum jena veç Në aspekt e pa të avjallën të martesës, krimit, familjes. Të më thonë, së që e keni përjetu. Ish. Qa, mu matë mua dhe njerë në shtrina Fatose në mujnë tjetër e martën djallin. Po një më urime. Okej, qysh pëndajemi? Do më thonë, kush është ma Dy profesionist? granitat bashku në me Fatosin. Hajde u bof, 2 granitat, granit bët qa dush. Unë s'kom 2 lidhje. E pra nuk gjumë ti i parë, po Okej. po gjumë graniti. Me shumë ku qef. jenë, s'ka, fëshe. Shumë qef. Okej, që po më pëlqen kështu më jabë. Hajde granit. Mirë. Okej, do më thonë, Mirë. ka hi i ngjyra e plot. Na i kena Plot plot. edhe gjys. Edhe gjithë. Na i kena gjysat. Mi zgjedhna qa do, një gjysat. Ja, na zgjedhemi. Kush ka me gjutat? Na zgjedhëm, jo ju. Ata za e morën plotat. I kena manga. Po, po, të. Qa. Nësë na e matë A me njone, na? Ok. Po në nuk kjo krenarit dhe me, o zët. Okej, se unë edhe ku me të edhe, ka dalë se një me harrova, se unë do të edhe me bo pytje këto. Qa ka në se në pas se pas në ditë. Kamera je. Krenar, qysh është mramjet, qysh përshkojnë? Mramjet shumë mirë, jena të angazhum, thuja se rregullisht do javë, edhe jemi të afru nga të sezonës. Thonë drejten jena fokusu ma shumë tek reportari sezonës, na gjdo vit është e bojna një farë update-i. Edhe me Unë është edhe me Fatosin lu, dhe Granitin. edhe të folë shumë i Jo saj se i fort jetu edhe me insistu lu. me më bo pyetje, me ma hup lojën, po jëm së dosht edhe me të përgjith sakt edhe me të mujtë sakt. Ani, shumë rregull. Sa jasë jakomis me do pyetje se te hup automatikisht, ta hupi tecin stasht. Tani krenar qa ka nëjse në tre? Mramjet shumë ta? Po, tregova jena ofër sezonës edhe fokusin e kem të dasmat, se ato janë që kam përgjithësi më të madhe. Edhe na thuja se e kemi atë CV-n që njëm si ekipe dasmave. E kemi bo dësene pak ma ndryshe, monome, se nuk është që mund është me dalë ndarësëm shumë jashta reportare, dijen ato këngë shqipe, i fokusoj ma shumë, po gjithmonë me pas diçka risi, me pas diçka të reja që me shku sezona mirë dhe me u da ato familje. Të kënaqesh që na në ditën e tyne ma të veçantë. Fatas, cili për juve treve jeni pak që vënohet ma shumë? Profesori. Sa e vëtë profesori? Profesori. Se granit. Profesori së në Ka shumë obligime, profesori. Jep mësim. Këna i në hanë matë. Graniti pak, normal. Ja. Graniti është Edhe i edhe taka. mësim dhënës. Edhe i taka. Edhe ka angazhime pak ma shumë, ma nej tani. Edhe i taka. I arsituhet pak. Granit, ka zënë që apën Fatosit të jetë e bënaj pyqe për Fatosit. Pak ja bën më të madhe, Fatosi po. Edhe Ja. bash. Plus në erat Kenat Gilan, Gilan. kujdes ju Po te, lu. Kujdes. 06. 0-6. E rëndësishme, Po? e rëndësishme që te pjesa e punës u banesat ndodhë. Është normale kolona, Po, kalon, po. Prishtinën e di gjithë që është, kështu që e kryesori është punën dhe me kry me përgjithësi, me shku ashtu që shkërkohet. Po nuk ndodhaj se. Mës të shprej talentin, që kjo ke. Me Allah i dhe më s'ke pas naj, a më s'ke pas biljard të thonë në? Po, a? Ka edhe kënë e pas ma zjedhën marë me 2 biljard dhe njerën që ka Ta në pas. rështu, vakne. Që kjo ke bëjmë psyshet. Sta dënë, nuk ta dënë. Okej, krenar, cilën kangë, o, ba di hova, su nuk është që di me... Ja dush me Ka ku mu silë? Cilën me rock, Granit? Qatë dhe që që
Numërin. Që 10-na... Bardhen, që 8 që është ne? Jo. Hej, Edhe kur të kështë fizik, ma e mirë. Ka përfundojmë një fit. Kështërën, dhe është e kryme njerë, kush. së ndodhë që dhe është ti. Mos dhe që... Ani pas po di. Qa kona që në të reka jo? Pas po di. Okej, krenar, me cilin këngëtar nuk shë pas qef marrë me lujt një loj biljardo? Me cilin këngëtar? Jo, mu më njojnë që jam shumë i shoqnushëm edhe nuk... Jo, ideja është me na thonë jemën, me kënë s'kështë pas qef marrë me lujt, për shambull. Nuk Që unë të këmë zgjedh ty, për shambull, pe ketë këngëtarëve, të këmë zgjedh ty marrë me lujt. Bashkë. Nuk e kam dikon që s'kisha lujt me të, se di pse. Me një që s'dim. Kur që s'dim. Dikur që s'den hesh, shamë Qështë si ti, për shkak? Si one? Si one? S'kisha pas qef me u vakta, pëtin. Okej, Granit vazhdo gjujlë, shtirë, edhe mas te është Fatosi, se do tash me ishti edhe Fatosi në loj. Unë e kam edhe dorën pak të cigme. Nuk prish punë, edhe one me komë edhe përrin koma. Edhe me sa kom një maestro vedati, ma gjuni, lunë mirë. Kam qef me të, kështu që... Po ku mos me lujt mirë vedat ma gjuni kur biljardo Prishtina është Jo, lodh vetë. s'do me thëmë për ata, kur s'ta dënë badi hova është. A dëmë do nuk mund është në loj kështu me bona na i farë Jetë të gjumë. me të shumë anal për shambull këtë biljardo. Ja, kështu Se kësha pas qef me bo qasi manovra. Vazhdo Fatas? Hajde. Qëre? A pe? Shta o konë ma jetë konë me shtizën në nëzirë. A jeni pra aty në personave për shambull me të net marak, a mira pishmonit? Jena për aty në persona që kjena qef me bu me punë gjdo sen. Jo me fate, me këto... Jo, a dënë me... Jo, mes... Mune nuk është që besoj shumë në fatë, vëdën. Ma shumë besoj në punë, në përkushtim, se në këto... Krenar, a ki qef mira pishmonit, a me të net marak? Une për shambull, unë kam qef ma mirë mira pishmonit, se me net marak. S'po di, vallaj, nuk po di me të përgjigjë. Nuk është që e leo vetën me met në isen marak, po nuk jam mas pishmëm për qa ku mbu. Oke, më thonë, në regull, edhe ti e të pishmoni ma shumë. Fatas? Ti po thu? Ka pishmonim, shku ma mirë. Se me të mirë marak, problem është. Granet? Nuk besoj që ja vlen me të kështu diçka mara. Ja vlen me provu, ja vlen me sfidu vetën, se jo. Bravo, që profa, tak, bravo prof, plus çfarë, se kështë du në çfarë kosh. Me jam onest asha. Po, tash ti. Normal Fatosi është, po. Jo, Fatosi, kalëzëra se dorën e kam pak lëndu me të Fatas, cilën kong e ki... Ma letër. Fatas, a pritën me u përgjish tu Jo, ti vesh është një shtot a hemstani. Uraj. Cilën kong pritën fërt kështu me lujt neja, apo që e dojnë publiku? Cilën kong? Po, me lujt. Me lujt? Me për cilë me sen. Bravo. S'po di. Ja, nuk kam nëjë farë kongë kështë të pa preferume, po... Nesha. Ato si do update-a i bu kështu. Cilën për shamu nuk shë pas qef? Ja, betëreja, së di që me thonë. I ka do balada që janë 2 vjetë, Kam do pak ma balada demodej që pritën vjetra, mi... fort roma, s'to pritën. Mi për cilë, po... Ato pritën mi për cilë, që janë fort roma. Okej. Kështu nuk kam nëjë farë... Tu ku cili dëni përgjegjnë? Keni marrë bakëshisht mas shumë ti? Në cilin vend? Mës he, nuk kini. Në... Kosovë. Prizren, Gilan, Prishtinë, Kosovë, Prishtinë. Prishtinë, okej. E tasht, i meni paret, bakëshishtjene që ka t'avelinë, qështë tapë, si jo I merë paret. Ati, puni me se kjo është aj. Atë ndodh në... Arkatori. Ti si arkatori grupë. Atë ndodh në ena i 50 që kështu me shti ma shumë gjep për veti? Ja, ne e hu që shtë në 50 që ma shumë. Ka qef. Po, ashtë, jas. Se s'ka ma gjepa. Në gjepa të ketë. Okej, a koordinoheni me sy njani me tjetër gjatë kohës kur jeni të interpretu për shembull se vazhdojmë që tu se ka bakëshisht ma shumë ose jepi pak ma shumë zërt, marim edhe naj pare. Qysh i keni ato, ose pëndrojnë atë tripin për jashtë atë C, D, A, qysh i keni ato notat? Te kjo pjesë... A mini vesh me sy, a keni Te kjo pjesë mëri? du me ta spjegu edhe kolekt edhe
shoqënia dhe çdo kush që ka qenë mbrëmjet tona, ka pa çfarë bashkëpunimi kemi, apo. Asnjëherë nuk bisedojmë çka kena me bëu muzikë, çka kena me jena shumë të koordinuar. Po se për ndryshe kur Kena keni qenë në këtu, xhirimet po. e vitit 3 të emisionit ftoft të nxehtë, keni qenë shumë të koordinuar, edhe keni qenë në vi, sidomos fatuesi. Kështu që në atë pjesë jena shumë komode. Okej, në rregull. Kush e ka renin? Ona? O zot. Granit, ti duhesh mu shumë jep vetë për shkak që do të mi mujtë sta 2 sot. Do të vishim të këshyrë që ani të bëu. Mujtë këto. Krenar. Nëse dhe fatuesi por zot. Kam të trapë më bro dorën, Po, çfarë shtush si shko mirë, Shumë mirë, kjo- e kisha kjo- shpall vetën. Hajde. E vica gjuva, këtë ta buna aty gati, shiti, fatos. Se ç'tash ti ke me gjuhë. Bravo. Shumë bukur. Që fatuesi tash drejt e ko. Veç pak në. Pas, di lutem, se... Mo të qitë, veç pak që Shkon ku dush, po. Jo, s'më. Po ku dush shkon? Ku Nena dush po atje drejt. shjafre. S'është e vërtet. Ja, ku Jo, drejt po, që e qet. Gjë në vijin ku fe. Veç që të vinë Shumë s'mundet qef. me dalë. Veç pak se jem profesional. Shtatsh. Jam shumë profesional. Ta kur se rrugë dhe shenit të më këshyri, jo? Thash, pa i qaj... Qysh po shkëm pa Qana apo, është kalo. atë... Ha, unë ma i të kamën që na kalo mrena. Se zdi qa më kujtu s'tash. Se shumë larga. Nuk di pasha. Qa po mjerë. Shumë larga. Në shkuja të në për Greqinë, për. Se në ashtu pak pa lidhe me kaltë për që ka me shkuja. Bo, po... O, lut. Okej, ka dalë s'pak, se ky shtot që nuk guxon me hiç. Jo, që është ishë. Vazhdo krenar. A e vrejte që s'ke fojë të une. A e vrejte. E preka, Jo, ja, nuk është të vërtet. prej Ja. birës në nxerë. Ja. Unë thash ka amen të vzit dët ju s'më më besane. Granet. Bravo, Granet. Granit vazhdo me 8 se vetë t'jemi 1-0 për granitat. Unë e emrin Granit edhe me Hugmani. Plus autori e emisionit nuk shkan. 8. Mirë. Okej, s'prish mu. Nuk thjesht mu. Në rëndësi pjesë. Hajde, fatash. Jo, hajde. Jo, fatos, Hajde, ti. shpamës. Hen, kjo se nuk i kom jep, nuk nejt atje për Kemi kom me telefon, ato. 8, mësëm dësh pra. Sa mja u largu pak se. Graniti. Qa granit? Ajo më shme një tëpë. E, graniti tjetër po kaldohet i rrezik shumë pak. Unë nuk është që kam ma verë ku me rojë, nuk di mësë ma bëmë, ku me rojë, kësë në vizit gjuj. 0-6 shajni. E qa dhe me thonë na 0-6 shas, ka njerëz ma të mirë. Koordinoni, su nuk thash kur qo, veç thash koordinoni l'blet. Bravo. Bravo, se shumë mire kilon fatusit. Jo. Fatas? Kështu. Së është Hajde e fatas. Po tut na prej. Së është e krejt atje. A pse do më thonë e kena tash të caktume ku kena Shko. të ja? Ta ka në Së në gjurë vajtë. Mu po më pëlqen ideja fatas, ti e ke maksimumin tënë, tash është graniti. Mas në prof. është fatosi. Allah e profa, se pas na di që. Profa, që u guta e tash fatosi dush me gjujti me pa Kushtrim, tjetër? e provojna me 3. A? Shë. Me 3. Ja, to pe di sigur që nuk është tim, po është ideja që asune nuk di qysh me... Do më thonë, na e kena veç një... Qëtu, veç qëtu, që ato dush me... Na jena qëtu, ti jesh atje. Ani se... Hajtë Do më fali. ti e që atje, a? Unë jem qëtu. Ja, okej. Mirë. Digjo, kallo. Shumë respekt. Kryesore unë e shtil. Po, është. Me qenë se në lojën e parë, në mneqën e parë, fitua mund graniti. Po, vendosëm që mull pak, sepse humësit ka nevoj pak. Qa fitut? Ku po menan që? Po, pa fitu, biljardo. Na, po e bëjmë pak një intervist,
që edhe pak e po flasim, edhe kena me lytë edhe një lojë kështu për shpejt. Kështu që ideja është kënga doli ashtu qysh na tregove në fillim, bini djeza, po? Po. Tekstin? Tekstin e ka bu Fadil Topalli. A ke mendu na e këngë, do më thonë, me vazhdu me të njëjtit, apo ke mendu me ndru? Po, e kam edhe një balate bini. E kam edhe një balate bini, po kur kena me publiku nuk djetë, e kam edhe një tjetër të lavi. Kështu që tash është koha e dasma ma shumë, kam u fokusu të ritmike, nuk pedi ala që kom përcaktu. I kam edhe 14 kovera, ashtu serenata, konkleta që i bun zakonisht në për restoranet qeta që i lshojnë, po hala diçka nuk jam përcaktu çka ka me ardhmas. Jena të shiju njerës projekte që kemi qitë, Baja Gena ka marrë kohë edhe angazhim, edhe ashta kemi ujtë me pa që kena bo pak ma ndryshe, jena munu pak me bo diçka risi, edhe me binin është hera parë që i kom bashkëpunu. Mandej të videoklipit e gjenetat e shumë faktor tjerë që kam bo sa më madhështor tjetë projekti. Apo mendon që realisht videoklipet konkreta këto me një farë forme duhet me bo një farë lloj pakete azhë që më konë për post këngës, videoklipi, marketingu, gjithë shka në vinë e duhur, sepse njërë nëse e len pak si të pa plëcume ose të pa përmbësht, do të që është penges. Jo, s'më i me qujtë penges. Pjesa e kësaj është sa detajist ti, si person. Se ka videoklip shumë i thjesht, nashta që është edhe i ka milionat shumë ma shumë se na që i kemi bo këtë projekt edhe këtë, qysh me thonë, këtë financim, se ka pas shpenzime në çdo person që, do me thonë, ka marrë pjesë, pe bini djezit, pe teksklusit, prej videoklipit, pe çdo Sa parafërsisht kështu, u kompletu kërë? Nuk e di, nuk është që jo marrën e me atë pjesë. Kur shumë marrën? Jo marrën menaxhmente që i kam për atë pjesë, kështu që nuk është. Ka pasë dhe sponsor që e kanë për këra. Kështu që në regull jemi të ka e pjesë, apo dashta me ta spjegu punën e baladës, punën e çdo këngë që është pak fat, që shprin kënga dhe që shkën. Ka këngë që ka videoklipin shumë thjesht, po i ka milionat, edhe është super hit. Kështu që ketë mbaret për personit sa detajist është në videoklipe, sa qysh. Na kemi qef paka shumë me kund veçanta. Se mbesin në arkive dhe nuk është që më nësh me i largu. Shumë e vërtet. Tash po du për pak më ndalë të tjetë. Qysh është në punu me krenare? Dhe më thonë, kemi ma të regut të bëni ma destë. Ose jo, se pytjen po e ndroj. Një anë pozitive, edhe një ves pak ma të fështirë ose ma të keq të krenari. Shku që cili në riskun të vazhdoj i pari, i dyti duhet... Okej, hajde fatos me mendu. Që 10 vjetë. Që 10 vjetë. Jo, veç që ka qef me shku shumë herët, ndosëm, shkam para neve. Kë është vesi ma i keq. Pit mirë. Ti pengon dhe thëtë hajde ma vunë ti. Po të gjithë të hajde ma vunë. Atë mira, tek jena që 10 vjetë. Po t'jetë. Ka që 10 vjetë bashkë edhe... Ti që sa ju ke bashkë kanë gjithë fillimisht? Ka një fillimisht? rrugtim shumë ko, unë që 5 vjetë. 5 vjetë, okej. Edhe që ka moj me thonë është prej, do më thonë, momenteve ose viteve ma të mira që kom bu muzikë edhe që më ka ra, më thonë fati me punu me dytë. Për mu është ndërë, është knaqësi. Ca e një vest fatos. Disa vese. Me pos listë. Shkoj me të rejtë. Shka pak male. E be po, nuk është... Nuk po du më konë kështu, si me thonë, modern. Po përnime që të pjesën, do më thonë e fatosin, na e kemë punën e muzikës, gjithmonë në më konë të fokusum, nuk është që kom, as me krenarin, as me fatosin, të kjo pjesë diçka të puna vese. Na jem njerës, Pse jeni familjar? Jo diçka me vequ. Qa? Këta ka, na jem edhe familjar. Okej. Cili bën pak ma shumë gabime? Gabime? E di që gabimet janë hynore, ndodh i bën gabimet, po cili pak ma shpesh ose ja uq notës? Përgjithsi ma ka dhe ka fatosi, dhe kjo është në më dhënë pjesa kryesore e muzikës, puna e ritme, puna e muzikës, pjesa tjetër, do të këtë pjesën e tjetër, mundohen me konë
Gabime nuk kisha me thonë, po... Janë lëshimet vogla, për shata dhe thash, po e pak. Unë ndohën, e kam shprejin, janë me qitë dorën sënd, të fatos e ka njerë janë ali sinde. Po, aja. Ose në ngojnë. Ose vetë alkesën. Okej, Po gjinë, më dhe. cili për juve treve kërkoni pak ma shpejt me përfundu për ma shumë. Me përfundu? Se mirë është, po. Me të thonë drejtën, nuk ndohën. Jashtë aksoj, më falë. Se po të ndërprej. Jashtë aksoj unë e di sa bëni muzikë, kam qenë, nuk është që shumë i frekuentoj artistat kur këndojnë për shkak të punës e profesionit, po më ka rastis me qenë të ju dhe ditë që ka kalu ndoshta edhe minutazha shumë, po pësë në aty, se njoni ka qef pak, okej, ajtë bërë edhe një të jë maj lëdh ta kërkënë, në momentet. Ka momente kur fatuesi ose graniti janë të lodhën, ashta edhe normal që kanë dëshirë me përfundu, po kur asë njëherë me lanë diçka më dhe me lanë keq. Të na njëm që na përmrami muzikore jem nashta vetëmi që nuk bëjmë pauzë. Më përformojmë pa pauzë, nashtë keqen e ke pa. Na për lokale, zakonisht kur po vinë policia dhe po është e ndalesa e orarit muzikës me boshurëm, deri sa të vinë ata nuk është që e nalëm. E saj përket dasmave, më në dasma, kemi qenë edhe është program tjetër, është gjithë shka që nuk varet prej neve, varet prej dasmurit. Granit, na e vërtet është që fitu. Po, vërtet. Po. Kështu që këta dy qatë dënë. Fitu të gabën. Po në regull të... Të në që neve një gabën. Kena i më një kashë, nuk u po nomi. Apo na këndë një referent kongës, cila është ajo konga e preferume jo të baladës, se baladën e këndojnë në fund. Kongën që e ki ma për qefi. Kongën që ka ma për qefi? Ka shumë kongë që ka ma për qefi. Një që ndështë e kënda... Balade jona... Nuk të ish punë. Fatos një gjakanis gisht ata t'jemi, bo jo nuk i këto zhurë. Po mu gjithmonë pëlqen e fundit, a përdin. Të fundit ka me këmë fund, sa da pak. Po gjdo herë më pëlqen e fundit. O, sot, një një kanë që nuk është nga repertuari i Krenar Krasniqit. Thonë se nuk jetohet nga dashuria, por nuk jetohet as pa dashuri, shpirti lëndohet nga vetmia, zemra shtekton, kërkon shoqëri, fjale dashurie nga poet të lashtë, të tjerve u këndoj zonat, dhe që asaj që deshta kur është dashtë, as një fjall nuk gjeta si përina, krejt mrapsht po më shkon jeta, ditën flej e natën ri, mrapsht humba e utreta, nuk mundem të jetoj pa dashuri. I kanë gësinon Po vazhdo fatas, Keshi vazhdo. përqendru më muzik. Isha e dhëni përqendruar për këta. A nuk e kom fut asnjë, a? Si që po shifet, ta knova krejt mrapsht, se po lunë mrapsht. Po për këtë arsyes. Po, për këtë arsye emocionova dhe i ruka mas nej dhe topat e biljardës gabim. Fatosi tash e përmisen. Fatosi po shkon të ngjyra e kuqe, por realisht vazhdo Granit. Kështu që të mos t'jemi shumë të shpejt në biljardo. në pak pavull. Krenar, cilën, për shembull, unë e di që me emra, me kështu, nuk është që e kemi shumë qef me folë për artista e kështu, për kolege e kështu. A ka a ekziston për shembull ndaj këngë që e ke realizuar, ke publiku ndër vite, ose ndoj performance jotja në ndonjë emision, e kështu që kështë dasht me ndru diçka ose me largu për YouTube-ës. Në emisioni ju... Granit zdet më falë, Granit zdet më aftyrën shumë një se apet prapë se prapë unë të jena bashkë. Në emisione nuk është që kësha eliminu, si ke pa që jemi gjithmonë live dhe performancat në radio televizion njësë ne gjithmonë kanë qenë live aty për aty. Po saj përket projekteve, kam shumë projekte të realizume, po që nuk i kam publiku. Okej. A i bjen për shumë me nëjë kongë që se ke publiku? Ose jo? Jo që se kam publiku, që nuk e ku marë prej producentat. Po, E që është bëhet, po. Okej, këtu da është ta me dajë. Cële është për shumë bëllaj konga, në zbulen, asë për në zbulen? S'ka dashme për men. S'ka dashme për men, po ka qenë
Kanë qenë 2-3 që i kom refuzu dhe që jo mbo super hite që sot këndohen për këtë këngëtarëve. Tregom ja ka më shumë këngëtar apo këngëtare Qëre drejt. kur të vinë me këndu që i thoni, okej, qef s'kisha pas me kënu, po hajt duhet me përcjell. Ja, s'ka. Asnjë. Ja, s'ka se shumë vinë shok i kena krejt i për cilën. Unë s'qe, edhe Ma qëtë leto e ku në hukla. mështisë me nëzirë. Po se s'di qa ma qitet qëta. Ose, do ma për. Falenderit shumë për ndihmesën. Kështë që ja, nuk kem në Luj, Fatos. problemi me... Nuk ekziston një këngëtar i tillë. Jo, që gjithë. Okej, momenti më i sikletshëm gjenë më sot për ju të tjerë. Ma i siklet shumë. Ma i siklet shumë, s'pudi me qujt po ma i rëndë, nështë ta. Kësha me thonë është, kur më ka ndru jetë babi dhe më ka ra mas një kohë shumë të shkurt me përformu. Qysh ke arrit me përmbledh për forcën tonë dhe me dalë me përformua dhe a ke pas në moment mrenda mbrëmjes që ke menu me lëshu mikrofonin edhe me ecë. Ose në cilën këngë? Jo se kom pas afer festën e 8 marsit, edhe kanë qenë, dhe me thonë, gjitha zonjat e zonjushat që me qujt plot lokale edhe një dit aq e veçantë. Dhe me thonë, më ka ndodhë me përformu, edhe nuk kom mendu fare atë pjesë, e kom kry punën në mënyrën më të mirë. Të mërshme sa që edhe kom marrë përgëzime që... Qaj ke thonë vetës ma si ka përfundua e mdamja? Që këmë thonë, më konë shumë i lumëtër që kom arrit me përformu që ashtu në qatë mënyrë edhe me përfundu, po normal është një pjesë shumë e rana. Me bo diçka jashtë a shka je, adin. E vërtet. Qaja ka qenë pjesa me shtirë që më ka ndojë. Në fund, ne jemi vetëm kalimtar në këtë botë dhe... Edhe kemi pas rastin 3 babalar dhe me thonë mrena vitit në kanë vdek 3 djemve. okej. Kërë se këtë fatin e njës... Edhe ka qenë një farë viti pak i ranë për neve, po me kemi këta profesioni, kemi punë dhe me këtë punë mojnë familje tona, shtu që është dashtë me vazhdu jetën. Në ditë fështira, themi falenderit Zotit që kemi njerëz të mirë afër vetës, kështu që edhe për juve ka qenë e veçantë që e keni pas një anë tjetër dhe keni pas një dorë ku me umbullu, edhe pse ato sfida sa do të dëmshme dhe të parushme që janë, jo si jëmë të folë. Sa do të rona që janë ato sfida, kur kalohen me njerëz të duhur, s'paku dhimbja letohet pak sa. Kjo është shumë e vërtet, kështu që unë thashë, nisa me thonë, po në këtë botë jemi kalimtar, nuk i dihet fundit, po për aq sa e shijojmë çdo ditë, ta shijojmë me buzëqeshje, me lumturi, edhe t'i bojmë krenar edhe ata para nesh, edhe ata mas nesh me veprat tona. Kështu që shumë mirë që është kur të ki njerëz afër vetit, kur ndodhin gjëra të tilla, është shumë më e lehtë. Unë e kam kuptu faktin e ngushëllimeve që shkojnë njerëzit deri sa ka ndru jetë baba. Kur më kanë thirrë me shku për një të pame, me shku me pa, për dikën që ka vdek, kena shku pak me hezitem, apo dhe mbaret për personit që shka qenë, po e kena pas pak atë farë pritesën për me shku që ka me folë. Prej që më ka vdek baba, do me thonë, ku dë me një dikën, kalimtar me qenë, nuk ka letësim ma të madhë se me arme të ngushlu dikush në vdekje. Është shumë e çuditshme që vazhdo krenar se unë qina në shtenet pak më bënë të emocionat. Disa e që një ohiqa të edhe. Ka është shumë interesant që në momentet e fështira, ndoshta edhe ato momente ku më ka godit jeta jo në momentet të mira, bashkë ndur që kom menu që muj me mbajt, nuk jo mbajt, sepse ata njerëz kanë qenë të zënë, kanë pas gjëra më të rëndësishme, kështu që është shumë mirë që edhe në fatkeqësi të ndryshme që na ndodhin, na hapën sytë me pas çfarë njerëz kemi afër veti. Ndoshta për shumë njerëz na kemi dhënë gjithçka prej vetës, se kemi dalë prej vetës, se kemi bë të pamundurën të mundër, por kur ti ke pas nevojë ndoshta adish me tirë me të vetë çushje që ata persona, po të njëjtit nuk e kanë bërë. Është e rëndësishme që nuk e harron atë person. Shumë e vërtetë. Ai çtu ka gjetur ato momente, unë ti tregoj në momentet e para, minutat e para kush edhe telefonata që i kam marrë. Sakt. Domethënë, e kam kujtesën aq të freskët për persona që më kanë thirrë edhe jam jashtëzakonisht mirënjohës për ta. Tash të mona, po? Okej. Krenar, ta bona pak me hile, ki të drejtë edhe të ma bo shlirë me hile. Realisht, jo, ty s'pas ka nevojë me ta bo me po hile. jo s'unë e zdia, është kështu. E vërtet është.
Nuk është që ma ka dashtë për me qërë dhe me thonë, kam mëj me... Po... Ajë, besë veç po gjurë. Që profesorit më sënë, të... Po Qysh me shti 5 mëjq. Që ato që ati, aha, okej. Po se poshtë. Që është se s'hen heq? Jo të Gjelonit më interesant. Bravo! Më Falja, do të gjëmë, veç po pritoj më u koncentru për shkak se po më do të me po pyetje, se për ndryshe, a ka mundësi që të veni të Prishtinës? Eshenca është. Ama ju, Gjilani, për një keni një të mirë që njëni tjetrin e respektoni edhe... E vërtet është. Qësh me thonë ashtu e ngrani njëni tjetrin. Une para granitit e ku pos Gens Lekën të njef shokun të tash këngëtar, ka qenë grup me klarinet dhe me saksafon, do me thonë, me Fatosin, ka disa vite. Kurse pas na ditë që Gens Leka u konë me ty. 6 vite ka Kene në qenë. 14 që na... Që të la dje Në male. ndushtë jasë në nuk hen. Me mu dhe Fatosin ka qenë 6 vite. 6 vite. Po, edhe si këngëtar ka fillu, do me thonë, me neve me përformu gjatë mramjeve. Unë ju mënu sa do pak me atë mundësin të me indimu. Vazhdo Fatos, veç mës... Edhe më vjen mirë që kam rri dhe ka hec mirë. Veç mës fito Fatos. Po ku doshta me dalë që kur ka vendos me dalë se këngëtar, E ka propozu... jo që ka propozu, po ka insistu me çdo kush që granitin me qonë vend tina. Okej. Unë i ku pasë dhe 2-3 tjerë, që ku bashkëpunu me ta, që i ku marrë her pas here, edhe që kanë prit me u bo bashkëpunu me Fatosin. Po, dishysh ma kalon si amanet granitin. Qysh e keni raportet Jena shumë okej. se po vendose me largu këtë edhe një ka vëzu që të eshat më të mira e keni në keq, e ta është runo. Okej. E ta është runo. Do është me pyt, a ju ka shku menja ndër, për shumë me bona i bashkëpunu me Gencin, me qenë se keni bashkëpunu dytë si bashkë me një band? Pak se qëto. Po. Gencin e kena shok të familjes edhe kam një lidhe shumë të veçantë me Gencin. Më ka propozu, më ka thonë për me bo duet, po kam qef me bo diçka shumë të veçantë me ta. Do më thonë do të ndodhë. Po, do të ndodhën e gjitha projektet e mija dhe gjitha bashkëpunimet që i kam, asnjë nuk e kam të rastësishme. As nuk e bëj për hatër asnjë bashkëpunim. Okej. Nëse nuk e shoh të rrugës për me bo një bashkëpunim, nuk e shoh krejt bashkëpunimet më nëshme i po, që i kam, nuk më nëshme gjithë asnjë këngëtar pa bagazh. Fatos, kërë një taku para 10 viteve bashkë me krenarin, ta ka marrë menja që këni me funksionu ka gjatë, do më thonë më u bo 10 vjetë, apo dhe të jo është zërsu ajo që thonë me kënë s'ta mërë menja metësh. Kështu është. Shumë spontan kam duhet kjo lidhja junë. Shumë bukur që Po. është jetë. Normal, kryesore diçka po. Do më thonë nuk ju ka marrë menja që keni me qenë bashkë. Ka gjatë. Jo. Okej. Kështu që jemi bashkë edhe djetë. Po, Edhe djetë. mirë që jeni bashkë. Jemi rritur. Që sa jeni martu? Jo si na martuna. Jo. Na si na martuna, i na të bashkëpunu. E mendova me bashkëshorë, po sa vite Me martesi bashkërët e tona, keni? baja, diçka tjetër. Shortet po. Sa vjet i keni, që sa vjet je martu Fatos? Që... Shumë. Ma shumë se 10 vjet. Jo, 4 vjetë. Si 100 vjet. 4 vjet. 4 vjetë i të... Ti? Unë e më martu në vitin 2019. Do me thonë ju dy njeni 2019, 2000, 2023, ti pak ma i vënshëm. 2, 3. Okej, do me thonë po i bjenë që ju bashkëpunoni ma gjatë se sa që jeni martu po i bjenë. Për 2015. Okej, më pojë. Tosin, shumë atë. Vazhdo Granqe. Grande. Normali i bjen një më djerë granit, po na facelift, në fund i na në zonë. Okej, cili për shambull i keni bashkëshortet ma gjeloze? Po jo. Në këtu qëfar Sa heshtje. po bashkëshortet që së gjeloza? Po kështë e po henë që kjo tani ta të kështë. E një në një? Falë Fatos, Unë jo, jam. okej, po, falë. Po Jo, kisha unë e Fatosin pyta me vashtë lojë. cila pak ma shumë. A cila pak ma shumë? Po së është ajo. Në rajë është jo në pytje nga cmuse, kuptohet. Ti njef edhe prej ofër, kështu që pse di. po na pyet. Ti din që jena komod. Po dhe s'kobe E në një vërtet. si malë që për gjelës. Okej,
A ka gjësi malë se për gjësi? Po, është telefoni. Sa e pe që i kjenë për gjësi? Mora seriozisht se edhe menon që tani atë dej tash kum luj çfarë. Jo, tash do më thonë unë na e bëna me plan realisht, me qenë se këngëtar është krenari. Ç'kës e rastësh me kudas. Jo, ne e bëna me plan me qëtemi, me kush ai qenë se... kop çdo kush? Ne e bëna më falë shpa, ne e bëna me plan. Me qenë se krenari është këngëtar, dhe është mysafir në ftohtën nxehtë, vendosëm që këtë lojë me alon krenari që mos mundi i keq. Kështu që edhe mu bo një, pëlqej, Mirë e nga hajde, vazhdo, jo s'është nxjerrje situatë, është e vërtet. Bëjt gjitha apet fair play. Spaku miste me e din sakt që graniti, në ftohtë të nxehtë gjithmonë mundohet që me i bo musafirt më undi, okej, dhe krenari më tha, lem të fitoj, tha se dal keq, thash gjithë qysh. Bonë modest. Shtu kërpo full vetën tonë, na përmenena që graniti profesori. E lojës së biljardo, sepse unë insistova me dalë pak prej studios se me bot diçka ndryshe me tret, për arsye ka vite që njihemi, keni qenë pjesë e shumë emisioneve të radio televizionit 21, por po flas konkretisht për emisionin ftohtën nxehtë, keni qenë edhe pjesë e xhirimeve të vitit të ri, keni përcjell, mos them dikorat 21 këngëtar, pa asnjë problem. Kështu që unë ju konsideroj njerëz shtëpisë, jashta miqësisë që e kemi. Kështu që faleminderit shumë. Tani është koha që ti këndojmë dhimbjes krenarit, se kjo a njeni kështu fajtor në herë që i bëni edhe tjerë njerëz më një keq edhe me këngën e juj me. Këna jo, kjo bë pare të kënu, na vuj e pe e kaj me këngë t'juj. Jo, ndodhë ka njerë edhe që e këngë të shtenë me shkru edhe rregullohen gjana. Së menon të mirën, po të keqen. Nesë më një shku në shajpirë, fare. Pa të zganë të faleminderit shumë. Naci, unë e Tigranit jallë shumë lojëm të në dëve se kanë qef. Që dy javë jenda me mu e me tjetër kon pas ke shkru, e kallzove vetën edhe njëherë. Që dy javë jenda me mu shoku toni pas ke shkru, i lexova çka keni fol krejt. Faleminderit. Pas që atmosferë, për rikthehemi në studion e ftohtën nxehtë, gjithçysh. Për rikthehemi në studion e ftohtën nxehtë, shohim se me çka do e vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë, me çfarë këngë po e vazhdojmë atje, sepse është Elira Shala që na pret në studion e po e luajmë në lojë biljardo pa kamera. Dhomën ti me vetëm, rastësisht më e kujtuar, si u bëm nga gjithçka në një asgjë. E sa herë jemi betuar, kur s'do ishim zëvendësuar, me sa duke gjëra ka ndryshuar. Ishte histori e bukur shumë, se shpëtuam do të si asun, në miliona kombinime, si kjo histori, më nuk do të qej asun, jo as ti. E tani në dhomën time vetëm, s'mund të fles se dhimbja më lëzuar, si u bëm nga gjithçka në një asgjë. E sa herë jemi betuar, kur s'do ishim zëvendësuar, me
sa duke gjërat kanë ndryshuar. Ishte histori e bukur shumë, se shpëtuam do t'asti asu. Në miliona kombinime si kjo histori, më nuk do të gjejmë asu njo asti. Më nuk do të gjejmë asu njo asti. Do të vazhdojmë rrjedhën e ftohtë të nxehtë, e në këto momente, zakonisht sfidat në ftohtë të nxehtë, presionin me minutazhet, gjitha këto i bën DJ i emisioni, DJ Leo. Kështu që sot Leo, po du me të sfidu. A je i gatshëm? Po, gatshëm, gjithë. A je i gatshëm po të vesë? Gjithë. Nese, fatkeqësisht nuk e kena mundësin sot që milshu ato zonat që shilëshën të jetë, qka bëm, po më po të zavendësaj ty, hajde këtu të unë, se kena me lujt një loj bashk, para se me vazhdu rjedhën tonë, edhe njone prej stafit, mi alëshu presionin maksimum Leos, sepse Leo që shie mas pare? Mirë, po kalen? mirë, super. Në jatë Piregj? Në jatë po spanolën e shtatë. Cilën kong? Cilën kong ma shumë po pedhez kështu me cilën kong? Po zakonisht me pintat ma sen, në ujzën që të dishka, që të pak ma të vjetra që jenë zakonisht ma shumë. Encën a pelëshën? Encën ka herë. Cilën kong të encës? Ato me në ujzën. Gjithë qysh me në ujzën, a? Apo me në ujzën gjithë. Oke, cili është këngëtari që të pelëshën sa si akum njësë? Mëse Kresha. Se Kresha. Oke, kur kena mi prej flakt? Po njerë nuk besoj, valla. Nuk besoj njerë se kam plan vëqë si djetë. Sa këtë që nuk ka marë sot me Gërshon në kam prej vejtja. stafit flëgve dhe gjdo përgjigje që e këshe hup, Me ka një ka qërrel. e ti kësha bo një 300 pytje, kështu që anë me të bo qelë. Okej, na kena me të sfidu sot me lojen për 5 sekonda me na këthy 3 përgjigje, ndërsa dënimin e kena shumë bukur. Keme bo një video call, Po? personin keme zgjedh ti, e dënimin qka keme bo në video call, ta të regoj nëse upsë në ashtë dhe fitan. Sa dhe fitoj se djetë. Pes avendësojmë Leon, a nisim pak atë zhurmën, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Po që te kam Sekondat, s'ka kush mi matë sekondat, pi mati vetë. Okej, Ta freqë. Leo, a je gati? Po gati. Na thuaj 3 emra të DJ-ave që nuk kishe shku me ngu kur. Po jo, se i kam kejtë kolegë, zakonisht kejtë që kejtë me ngu. Nuk ishtë Dhe hupe, okej. Okej, perfekt. -1 je. Sholla se ki kejtë me DJ. Leo, na thuaj 3 gjëra që i bën kur je vetëm dhe nuk të shasë njeri. Këshyri film, luj këntar, ngoj muzikë. Bravo, të një gjarë, një sekundë ka ka. Okej, vazhdoj me tjetrën. Thuaj 3 emra të këngëtarve shqiptar që nuk jalëshën këngë. Mose, veç Mose, në të fatiti. Po plot, po s'pëm kujtuen. Këtu do më thonë veç që të shku minus, Leo, koncentrahu, Leo. Okej, Minus, hajde, okej. 3 emra të këngëtarve të cilët edhe zinën me këngë të ty në jashtë MC Kreshës. Lërkalësën, Luni, Nujzi, Ledri, e tjere. Në kare, do më thonë veç në rap jetu nejtë. Apo me shtrap, të më flenë zemra. Mirë, këto e fitove, 2-2 jena për momentin. Po. Hajde, shkojmë me pyetjen tjetër. Leo, na thuaj 3 emra të mysafirve në ftohtë të nxehtë që e kënaq më shumë ti. Me... Oja, rruva emrin. Më dule emri për menme. Këtu për ta fali, hajde tu ma mund ta tregoj. Emisionin e fundit shke. Okej. Me qëndresën edhe... S'po di... Qa, munova me... Po ja, se s'kom gëtu në emra. Thuaj 3 karakteristikat që duhet t'i ketë e dashura yte.
Me konë e thjesht, mës me jep presion dhe me konë paka shumë artist në najsen. Dhe më thonë më konë artist. Paka shumë. Këto po ta pranoj, me qenë se të pyta për dashurin. Okej, thuaj 3 ushqimet që nuk janë kur. Salat, në sushi, edhe najsen në ushqim dejtit ishën, ajo këta pëta që të qenë. Si janë karkaljecat që? Ja, ushqimet e dejtit së më pelqenjë. Okej, bëllkes. Okej, shkoj me tjetërën. Thuaj 3 emrave këngëtarve ose DJ-ave ose këtu e free me që i ke bo follow, pastaj i ke shku edhe i ke bo unfollow. Po, se kom bo na i ka në follow. Kujt ja bëj follow, mos veç nëse s'ma këta, normal. Thuaj 3 emra të DJ-ave që i ngën më shumë qef. Shqiptara internacional. Pret, se për të qej sekundat edhe njerës për ta bëj me hilje. Hajde. DJ Anan, DJ Glass edhe DJ Fly, për thëmë. Edhe DJ Clash, se harrova, DJ Clash. 3 po të 4 i bëma. Shkoj me tjetërën. Leo, na thuaj 3 emra të këngëtareve femra që si pas teje përdorin shumë Photoshop. Shumica përdorin, po për thëmë, Tajna, Melinda edhe Elona Gjota, për thëmë. Duar Tërkitje s'ka kush lëshan. Bënja vete do Duar Tërkitje. Okej, telefonin e ki me veti? Pa, e kom hupa. E ke hup? Ja, e fitu pa mërë me dije. E ka hup? Ja, e kom fitu. E ka hup? Po me vete e kam, po... A të këshirë apo më pëlqen të një. Mirë që e ki me veti, jo, me qenë se ke fitu, pe bojna një selfie kështu. Pa që. Hajde, bojna një foton e ti. Deri sa Elira dhe Gramosja nisin kongës atje, edhe postojmë faqe tona. Okej, Leo, e poston ta një foton, a i shtim shumë FaceApp? Moderatorin ma të mirë. Jo, la vëshë të mirë. Pa FaceApp? As në kam haber që. Okej, Leo, në intervistën e parë para disa muajve nga ke thonë që je single. A ka ndryshu kë... Jo, s'ka ndryshu kërë që vla single. Single. Okej, verës, a ke fillu me bo data, me qenë se këm dëgju që... Paka shumë po, këna fillu, zakonisht me kafiqa që bashkëpënoj, fillojna pak ma herët, po zakonisht fillojnë ma oferverës, kërë ka muje qërshorës, që ashtë të dykën, ja fillojna dotat për mujën korrek edhe gësht. Qa të pëlqen verës ma shumë kështu? Qikat. Jo, ku, am pëlqen ma shumë se nina ma rahati që. Leo, fajmë dhere që më shumë këndën tonë të në atje. Më ke thënë se as që në këtë bot prej me jesë të ndam, por tani që afër së kam, se di kush ka faj që mile syt me vaj. Kush të ndau prej me, kush ma mbushi me ndjen, të jetosh pa mua, me një mi flakë në zemër, ti të kur unise, në trukë mërgimi, për mua ish fundi, e për ty fillimi. Do një dit, ndoshta do ta kuptosh, se nuk ishte let, është vështirë, kur unë jam këtu, e ti në gurbet, kam një mal që më vret. Kush të ndau prej me, kush të mbushi me ndjen, të jetosh pa mua, kur unise,
pushime ndjen të jetosh pa mua me një mi plagë në zemër ditën kur u nise në rrugë mërkimi për mua ish fundi e për ty fillimi. Faleminderit Leo dhe Jakub, po e vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë. E di që Elirën e kemi dëgjuar të këndu qysh nga fillimi i emisionit, ndërsa tani është koha që bashk të shohim në dimensione pak më ndryshme, duke folur, duke na treguar do rrëfime interesante që besa dhe martesa e vajza e gjitha këto. Elir, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, Granet. Si e? Për ftesën, mirë, faleminderit. Qysh po të shkojmë punë, që po të shohim super të angazhuar, këngë të reja, që besa dhe Mirë. duete. Po bashkëpunimi i fundit me Agjen Sabre. Qysh shkoj? Mirë është të shku shumë. Një këngë pëlqen pak shumë më publikut, ndryshe po. prej atyne që jemi mësu me pa edhe prej te, po edhe prej Agjet Sabrin këtë rast. Qysh erdhe dhe të bashkëpunimi, me qenë se e përmendëm, po nalim direkt të këtë kënga me Agjen Sabri. Te bashkëpunimi kemi full pak ma herët, po derisa ja ka qellu dikush A keni pas edhe këngë të tjera që i keni dëgjua? Jo, nuk dike, ka njerë njeri nuk din asë qka dën, asë qka lyp, asë qka dën publiku, ka njerë po të prohët me... Shumë e vërtet. Kështu që një balat që shja përshkrua dhe Krishnik Avdiu, cilin e përshëndes, aje din mas mire, si do mas edhe për Agjen Sabri, kështu që dojlë shumë e mirë. A pa të të vështërsi kështu në realizim ma shumë të këngës atë videoklipit? Ku ketë ma shumë, ma që u koncentrut pak ma shumë, anë dyjat? Dyjat, për fatë mirë, kanë shku shumë mirë, edhe gjirimi shkaj shumë shpejt, edhe djemët e urbanit janë shumë të mirë, shumë të përshtatshëm. A pa ditë qka për shambull, naj disja që ka ndodhë kështu se, jenë dë gjanat bukra që ndodhen mrapa kamerave, që publiku nuk e dina i moment ku të kap me kesh, ose ditë qka mes teje, ose Agjet Sabrin këtë rast. Pat një incident pak të vogël, për shambull në teatër Gjilanit, kur ishim të gjiru, edhe po henaj roja që rrën aty, edhe vja bujnë këta djemë, falja, apo vjen këtë mrapa, se të ro kameraj, tha pëse e tha dhe me më rokë, tha për duk në i keq avden. Që kjo ketë diçka tjetër s'pat se shumë shpejt u shku, gjirimi u shku shumë mirë ma, Agjen Sabri është edhe për kamerë, edhe për gjithë shka më krejt e din. Elir, kur ke njëzë rrugën e muzikës, kuptohet që për kraja e familjes, pra ka qenë gjithmonë. E ke mendu që showbizi, muzika, ka mu konë kështu, e qetë, e bukën, Nuk e kom ditë sa e fështira është me të regu drejt. Në fillim kom menu që është që ashtu që shpëthute e qete, bukur, e gjithë shka që shkon vi. Po i ka edhe puna jonë ato të metat e veta, shqetsimet, ngarkesat, në përdosma, apo më rinë, apo bosh gati si do mos na femnat. Nën stop je ngarku me, stresume. Po kështu në raport kolektiv, po të thëmë, fillimisht, Qysh janë raportet kolektive? A ka kolegë të mirë në muzikë? Ka kolegë të mirë, unë për veti kam me krejt kolegë raportet e mira, tash mas shpinës dhe njëri, se unë për veti jam qasi njëri që ja du të mirën gjithë kujt, edhe kam qef se cili me arrit, edhe ishala asni herë, asni këngëtar, asni nuk mbesim pa punë, se normal se cilin varet prej profesionit vetë. Po, ta është qasë më një njeri, se... E vërtet. Me qenë se je shumë edhe në agjendet familjare, po edhe në mramjet të ndryshme. Cila është aj momenti ma i sikletshëm që të kujtohet gjatë, ose ndasëm, ose në aj mramje muzikore? Si janë dhe gjanat që ndodhin kështu? S'po di, moment sikletshëm zakonisht, nështë ta ma shumë më i me thonë në për Kanaxhigje. Okej, pse? Se ka shumë presion, për shembull prej vjen nana, ose vjen vjera, ose i ka ato kërkesat e veta, bënja qështu, aty krejt dashë më ndosh me që me ren, abden. E vërtet. Kur e ka kohën vjera me valzu me nusën, kur nana, kur vlau me kanë hen me... Qajo është nështë ta pak një farë... Apo këndon halo ato këngët që zakonisht në për këto Kanaxhigjet ose natën e qikave, qysh i thonë?
që i bëni nuset me kajt? Këngën e kanës. Po. Unë për veti se këndoj kur, kështu s'ja propozoj kërkujt. Zakonisht ka në për Kanaxhigje, ku mbjen mu, roll ka që lypët. Në për Maqedoni, po, gjithmonë lypët, në Maqedoni. Po, s'di, unë kur të këndoj që atë këngë, unë e buna me vaj edhe vetë. Se që s'kam qef me... Se është këngë pak tekstin e ka pak të rana, bëdin. Jo e lirë këtu për të nali, se e kësha lyp një mikrofon ama bëni, hajde. Në që stafit mirë kam. Thanks, oki. Një, dy. Ti ma e zhogë. Me qenë se na e përmende pak edhe është një kongë që me të vërtet na emocionën e plus ka qika që ka në martu këtë vere, këtë vete. Shu një gra e oj, shu një familje, do të bajna mori pak qëtësie, do të bajna mori pak qëtësie, e pak qëtësie, oj du të me mbajte, për me një lullien tu i qajte, o për me një lullien tu i qajte. Tu shkon edhe njerë melodin, falë. Edhe njerë? Të deshtë. Të dua dhe të dua gjithmonë. Fajmë dhe. Një big up të ashtë duar të orkite për vetë. E lirë, na emocionove, veç mungoj edhe i zoni. Okej, du më thonë, edhe pësë është një kongë që realisht të preke dhe të bën të mbush me vaj realisht, po njerës të dëgjojnë edhe e ngojnë edhe pse nuk ka për shambull ndaj kësi kongët që ja kanë kushtu meshkujve. Shumë, pse s'pe bën e dje një kongë? Se meshkujve, se meshkujt cilojnë familjen me shkute, gruja me e tu. Mësë unë gotë, se dhe vitër të fundit, pa dhe pre atyne që po e E, atyne ja u kësha po bo. dalin banes, ose marin edhe rrugën për mërgim, diska një kongë tash, edhe djemve edhe neve me naknu. Po. Se i shkon interesant shumë i kënë, edhe burra që martoneve dhe ndurve kështu na i kanë gramos, a pajtoshe ti me... Po? Qa për shumë, gramos ju martu dhe si kanë knu, a pëden është gjuna. Okej, Elir, cila është një kongë e naj kolegut ose kolegës që thue që shkone e mja kjo kongë? S'po di ka shumë kongë të mira. Një kongë nështë atë që të pëlqenë edhe thu, okej, kësha pas qef, ose një kongë në gjajshme, ose këtë kongë komplet me e pas. Po. S'po di... S'po di se shumë më pëlqejnë është atë shkurt e gashit në njët. Te utës, për shembull, më ka pëlqy shumë ja fala. Cëla ke ja fala? Po, kur s'kom thonë t'i shkone jam. Okej, du më dhëve që të pëlqejnë. Cëla ke ja fala? Takoje nga unë e bënit fala, thuaj gabimet ja fala, thuaj se për ty kam qa, tregoj se për ty po vuaj, se po i kindit dhe muaj, hej, unë e ty kur së haroj. Që se po vunë të pej kur erdhën, në të. E që të më theve me një perspektive kohore, këtë kongë e kena pasë në kërë 24 orë, kështu në sajrë në shumë kërë, për shëndesë një në asaj kohë që vujshim, qështu. Me nuk për këllim kënë të vujtë, që emocionova, fërte pas në antarë. Okej, Elir, të pas parasysh që gjithdo ditë përdaljen artist të ri, këngëtarë të ri, dhe realisht konkurenca e ju është shumë e madhe nëse nalë me pa. Që shje karshi konkurencës, kështu? S'po di se unë zakonisht do vere kam thuj se si njejt, me data, me... Po... Sa për konkurencë, s'po di, se cili ka punën e mendoj edhe kisha pas qef me pas se cili punë. A ka pengesa mes këngëtarve për shambull? Mëse mere liren, mere gramosit për shambull dhe kështu?
Po, më kanë tregu, bile edhe memën e me mbija, më kanë ndodhë, po. Qysh njesh karshi ose përball atyre personave që tentojnë me bo dëm? Zdi, unë për vete, jam tip shumë i ndishëm. Nështë ta që aty për që aty nervozona, dhe thamë, veç me thirë, mi pas thonë, qështu, po. Në fund të fundit, kur të vi në atë personalitetin tem të butë, thamë, a diçka le krejtë, se cili për vete e ka, edhe kushdo që me ndonë, që nuk të regojnë njerës, për shambull që Filjan Fisteku ka thonë qështu për e lirën, kërkush nuk ta mban ditë sodit fjallën, kështu që me nëzi presin, me bile dhe me lulu pak, po... Për që ata gjithmonë shkroj dhe për shtati, është fjalla. Po të ka ndodhë me u ballafaqu për shambull me ata njerës që kanë bët gjana tila, ose me u thonë ftyrë, ose me u taku edhe me u busqesh edhe, okej, leje, po e lënë. Po, më ka ndodhë. Po si kom thonë kur gjë. A si ka thonë? Si kom thonë kur gjë. Se vendos më s'mi u thonë? Zdi se cili në ditë sodit u bo shumë e fështirë, me pas njerës drejt për balë vetës. Edhe unë mendoj që edhe po i the, nuk ta pranon, të vërtetën kërkush. Që ke zgjedh me qëndru e heshtën për balë. Po, së është. Kështu në veti sigur... Zoti i madhë, se cilit ja shkru në fatin, unë e mendoj, edhe kërkush kërkujtë su nja merë bukën, ose me thonë t'ja nalli qëta, se ti të katërtën su nja nalli dikujtë. Kështu në veti e mendën që ha kemi thonë me thirë krejt, po tani veç Elena, po? Krejt, po prap se prap jam qasi tipi që nina pak keq në vetit, tani thama, diçkas mos me ra nivel tjetër kujt. E vërtet. Po du me ndalë pak tek dashuria. Tek një pjesë, edhe pse Leo, për shambull, nëse i shkon këtu këtë momente, kishtë lëshuna i Duar Trokitja, na i melodi, wow, a diçka. Si ka mirë më punë me Leon, diçka se punën. Si po përmeni dashnin, diçka... I drejtojnë flok. Po ndalë pak tek... Që gramosi. Qika u martu, po flasë për martes. Qush ke kjo konga? E zelit kja? E serialit të preferuar të shumë njerëzve. E zel! Maestro Lagramoz. Opa. Leo aktivizu, Leo e tek. Po ndalën pak tek dashuria, se dollën pak momentin e takimit parë, propozimi, martesa. Qysh ta mërë zemrën, bashorti? S'po di, kom harru se jena kon shkollë mesme të muzikës bashkë. Okej. Për ndryshe, ajo është saksofonist, klarinetist. Shkani edhe bashkë, sigur? Po, na bjen edhe bashkë me shku, ka njerë na bjen damas. Propozim s'ka pas, kësi farë propozime, jo në gojën shtrit, se... Së është ta si personi, aj, po s'po di. Nështë ta jena vetë ka rjedhë që ashtu, erdhe dhe martesa, erdhe dhe fëmiu jam i par Ema, na bekoj zoti me vajzën time. E ke mendu që fillimesh kur keni qenë në shkollë bashkë ose me një klasë, a veç në shkollë? Jo, në shkollë. Në shkollë të muzikës, e ke pa vetën si bashortja e ti, apo në fillim është? Jo, s'din me menu njeri, ashtu me fillim. Nuk di, unë menaj që... Ka qenë dashnin që kemë të para, ka ardhë dashnin? Ka ardhë. Okej. Ka ardhë. E keni bona i dasëm kështë të madhe me... Jo, s'kemi bo dasëm hetë, se qashtu e vendasëm se edhe pak u lëdhëm pe i kësaj rutinës darsmave. Edhe menaj ishim pak ma vonë, dikur nështë ta me bo dishka bashkë edhe me fmi, ose... Unë gjithë kom pas qef me bo darsëm me rini, me shoshni, me... Jo ashtu me bo këto tradita si gjithë, se nështë adhe vetë që po jem non-stop, tani jo të panat, jo tashin të panat, jo kjo jajo. Kështu që
nashta dikur. Do më thonë, nuk e mbet pa e vesh fustanin Jo, kemi bo photoshooting. Okej. Ka qenë e bukur për shambull aj momenti i atë ndjenjen me qenë se ti e shet gjdo, mos të them nësha gjatë vitit shet nusit shumë ta, po a është një ndjenjë këtë tjetër kur e vesh vetë? Po, krejt tjetër ish. A ke pas emocione kështë? Po, një farë emocioni s'di se i kemi bo të gjiri lalësit aty të hoteli Gjuetis. Edhe mandej kur u vesha, një farë ndjenje s'di, edhe pse se kisha që aty as print, as kërkan shkun vetë me fotografin mi bo fotot edhe me vajza që kujdesen për mu studje Linda, Selvite Begolli. Edhe, po s'di, nështë ajo ndjenja është mae, unë e mërzit në edhe për tjertë, kur t'isha që ashtu, unë gjithmonë kom thonë nëse veç bojmë darsën, nuk isha pas qef me marrë me kjerë, se te për dishka mërzit në s'di, do këtë sikur... Jënë emocione pak, jo? Emocione, tani po të shtenë dyqysh, kom një shumë raste që pinë qëtësus, para se marrë adim se me pru vetën qatë gjendje, kështu që shkosizoj natën, mas i keme bo darsën. Po njëtë dhe atë më mërzit. Aty e ki pak ma letë, nështë ta. E ki atë emocionin dhe i t'jen mrena. Tani, e morët edhe lajmin që do të bëjnë i prind. Si ishte ajo ndjenja që po rriteni, si frytit dashnis që ju i po vjen edhe vajza në këtë rast? Zdi për mu kanë shumë, zdi njerë, zdi shas qysh me përjetu, se i kisha do farë planet mija, na kur tjena me qitë profesion, gjithi ki do plane me gjiru, me bo spotin, me bo kongën, edhe thejsha, tash, kam i shty senet, për mo të edin atëherë që më pa të thirë gjirem, që su bo kur qysh, as mu bo fustani mrena 2-3 dite që shibike gjirimi, ama mas nej, normal, kur po të rritke edhe barku edhe atë ndjenjen të t'livrit fëmija mrena, ishtë një farë ndjesie ma ndryshe. Po pas momentin kur e ke taku edhe e ke marrë për herë të parë fëmin, a e mban mend qka ke mendu ose qka i ke thonë vetës? Se gjithë se cili kur e përshkruan si një ndër emocionet më dhënë matë më dhaja njëtë. Po për ty si e aty ka qenë emocion i dy fërë, se edhe kemi pështu, edhe unë edhe vajza në operacion, edhe zdeshe tash shambull nana jem që është mami u konë mrena edhe mu në minutin që mu ka dhana anestezioni është rritë tensioni shumë nalt. Në ato momente ka mujtë me ndollë dhe diçka mu edhe bebës. Edhe ma ndej ma kanë zbrit tensionin deri sa u bo prerja cezariane me dal e ma jashtë, biles kom dit as emrin se bona një list edhe më ka pëlqy shumë emri Helena ose Elena. Po qaqë shumë të folë me njerës, po ta bëjshin të një bajat, jo ta thirin kështu, jo i bëjnë kështu. Mas nej veç e vendosëm për Ema, edhe zdia jo, unë e kom qajtë shumë, kur ardhë Ema, kur ma kam pru këtu, veç zdisha është gjithë shka në regull, se zdishin a mu marrë me mu, a abden, nështa që e ndodhia pak, po zdia, janë ndjenja ish krejt ndryshe kur ta ofrojnë fëmin të në të ftyra, mëse lash zoti kërkam pa fëmi. Men, kështu lutem edhe unë, që gjithë se cili tash ajo është kresorja. Ema së dështërit, i ka bo 2 vjetë, po e shone për edhe në fotot. Nuk është që e poston edhe shumë kështu, e rumë pak atë privatësi? E rumë pak, po qa që ka një farë energjie të përume, qa që prej tash këndon. Okej, du më dhe pas ka gjithë, për këto kështu dash me ty. Qa do që ti këndojsh, e ndëgjën 2 herë qa po këndojon edhe përsërit ma ndej, edhe me melodi, me intonacion, me krejt. Pianon e kaja kom ble, një piano të vogël, kështu ullët, e këna në Jingle Bell, e ka të farë ato të vetat. Po, cila ka qenë ajo konga që ja ke kënduje mësë mas shumë ti si fëmi kështu? Gjatë asoj kohës kër e ke qitë në gjumë, ose a ke pas në e kongë preferume që ja ke këndua, cila do që të ka në mend? Jo, kësi një nulla kryesisht, ose anglisht, ose shqip, që ilë shajsha të një këna isha përmbi edhe vetë. Po, tash lyp ma shumë me flejt në gjumë, se për para se ka pas problem. Me një farë forme për shtë që jema pas ka vendos muzikën, realisht ka ka baba është pjesë e muzikës. Po du me undalë të kjo pjesa, sa është fështirë në shpe me qenë me burin, me punu me burin, me qenë pëthuaj se të pandashëm, sa është e fështirë, sa është një farë sfide në vete kjo pjesë? është ko gja e fështirë për fëmi sidomos, se
në gjithë në kohët njëjtë si janë asë njëni prindë në shpe. Unë gjithmonë i kom thonë për tjirat nana, për shembull, pse kësi sikleti, pse kësi, deri sa po bëjshe vetë, edhe pe kuptojshe që, do me thonë, jema që ta që ka një farfaze që nuk ushqihet mirë, do në veç me ushqy që ka dëm vetë, edhe ndodhë që deri prej kur zgjohet më ngjes dhe në 2 ditës, 3 nuk ushqihet me kur zgjohet, dhe mu pëm kapa i stresi. Si do mos me leon, ma ndej me shku se mu gjithmonë do të me shku të fustani, të grimi, me unis, non-stop e ka matë mendjen, ashtu nejt, a mos ashtu qajt, po kryesisht mas shumë të edhe nana më kanë dimu ka kjo pjesë, kujdesët shumë, vajzat e motrës i dënë shumë. Si ti ka ato e di që gjithmonë është familja, jo. Nuk qanë. Po, cila është sfida të qenurit 24/7 në shpim punë për qef, për krejt me bashortin afer? Cili jeni ma gjeljaz kështu atë, dalim pak, gramës që na i sandwich? Pendente. Që të kalzën gramuzi, se... Po, për këtë arsye tash kusën të rekën krejt. Cili jeni pak ma gjeljaz kështu? E po shka ma gjeljaz në shpe, se s'po të kuptaj? Po edhe në punë është, edhe kështu. Gjithësi tash qiftet e ka një dozë të gjeljozis 1%. S'po di për gjeljozi, ma prej që u bo qikës në ka ndodhë diçka, na i farë, ma shumë kena incident rrëth qikës, akdin, unë ja pak ma shumë zëra, i ma bën ka dalele që të cot, që se... Okej. Cili jeni ma i vështirë? Ai ma i vështirë. A është ma i vështirë, okej. Ke mendu që gramës po dalim për dashurisë. Do të shkojmë tash, o, të puna. Për ndryshe, këto qaste, kësha kërku një super duar të kitet madhe, për pos gramosit, për stafin e ftohtë të nëzet, opnin këtë rast, shtrimin, denin, sepse e bëni një punë të mrekullueshme. Edhe për shë sa lëvizjet jenë të bo, sa do mos oke, do me thonë, oke, bravo një. Okej, dëgjova më herët, që the këndoj, i këm këndu vajzës edhe anglisht, e këndoj, para xhirimeve, sot instinktivisht e këndum një këngë anglisht gjithë kështu bashkë, me një verzion pak ma ndryshe. Këshë mujtë bashkë me këndu një referent një këngës anglisht. Cilën këngë? Cilën do? Ty cilat përshtatë, dhe se na e knum një këngë që ka qenë viralje më herët. Na e këngë cilën do, për derisa të shojmë e lirën dhe me një dimenzion tjetër për asaj që e kemi pa dherë mësët. Adele kryesisht e kom ngu shumë, shumë gjithmonë. A e knujnë na e këngë? Someone like you. Po. Me mikrofon. Okej. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg, I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it's hurting. Ka shku mendja na ere lirë me lonë popullorën edhe me gru për shambull zhanër tjera, R&B, pop? Jo. Dhe më thonë, s'ka? Jo, se anglishtën gjithë e kom dash, gjithë kom këndu anglisht. Okej. Në The Voice me marë pjesë gjithmonë më kalu tezja njerë, gruja gjithë sabre, tezja jam. Gjithë kom pasat frikën prej publikut, të isha minutin që dalë që aty, unë kam e më hubë gjithë shkadin. Kështu që se kom paramendu, se normal mu më ka ra me neja dhe ma të mdoja dhe me dorës ma shumë të mdoja me musafer. Në është ta krejt në fillim një 2-3 dorës ma të para, jom tut pak në fillim, ashtu. Mirë po, mas nej, jom liru krejt. A kur se kom menu për veti që liru una. Okej, disa i presim edhe pije tani, sepse është koha të sfidojnë, në dojnë tuaj, ose pije. Këngë të Elvana Gjatës? Okej. Jo, dënimin se gjetëm, se Elvana për dëna me njerë. Okej, në fund për e mendojmë një këngë të Elvanës kur pas lojës, ndërsa dënimi,
Realisht tu s'kemi dënim, dënimi është kemi pi, pse le... Po edhe me pi edhe ma një ekstra. A pja bujnë edhe një dënim ekstra? Po, një ekstra, po. Dënimin ekstra këna me thirë bashkëshortin telefon. Kuku. Nuk ka me folë kur gjë, po të veç kemi aknu një kongë, edhe kemi analë. Okej? Veç edhe me konë me ma qelës. Se është me qikën. A është me qikë s'ta qelë, okej. Jo, veç ajo zakonisht është dollë me to me pajtu. Okej. Për shkak që qoj ke shumë as meje. Ajo zakonisht këshyr telefon. Qëse qelë bashkëshorti, thrasim nanën, e jina renë kërë desa dhe qelë dykën. Hajse gramosin më lenë ti qakja. Ti duar të lidje. Rënditi 3 këngëtarët shqiptarë, që si pas Elirës nuk ja thonë mirë live-it. Po di, kanë me rëndit, kur së më ka rame një, di kanë që si ja thotë mirë live-it. Po na thuaj ndo një emër, o filloj me zgjedhjen e pijeve. Po të gjithë një asik kështu që e silë. Okej. Që këj ke qëmë shta? Nuk kam të drejtë përgjigje, po të shumë shtështë, po është me krypa me sheqenë. A krejt do të me pija? Jo. A një veç pa? Okej. A ka ndo një këngë që e ke bo për veti, po fatkeqësisht e ka marrë dikush tjetër? Se do për t'i bëjmë matrona, do ma të buta, do kështu. Ka, u bo si vjetë një qasë incidenti, që u nisë për mu, tjetër kusht të një ka marrë, të një qaj tjetër kush e ka këthy prapë edhe që shtu përfundoj Ka me palidhje. shtu konga, edhe nuk e ke bo as ti, nuk po të pës, si li këngëtarë, se më pët gramu, si me dorë këshë më se pët. A me pyt gramu? Okej, gramu. Okej, sa ka qenë shuma më e madhe që ke fituar në një bashkisht në dasëm? Sakt se di, po 1.000 e dishka, në shta. Okej, do më thonë pas e kim... Rallë ndodha, jo? Okej. Shuma ma e madhe. Okej. Kusht pëlqen më shumë se si këndën? Sabri Fejzullahu apo Ermal Fejzullahu? Po ta është mi dosi mi vrasë, të të këndojnë mirë, Në këto qaste kera me ta. Për shkak edhe që kemi ma ikon është për krejt shqiptarin, për muzikën, Sabri Fejzullahu s'moj. Para ati s'moj. Okej. Një Eduard Tokitje. Dishka përkëshyrë. Nëse do duhet jetoje në një ishull, por duhet me marrë një kolege me vete, për 30 ditë, këtë do e merë me vete e lira në një ishull? Kolege. Kolege, kështu që më shkanë muhabeti shumë edhe knashna me të është shkurte gashi. Në është ta shkurte. Bravo, Leo! Bravo, Leo! Okej, Elira. Ne zbulon një fjalë që gjatë një mrami ose dasme ose diçka, të një këngës që e ke përsërit komplet gabimisht. Po. Cila ka qenë? E zoti shpis. E ka një pjesë. Ka ndodhë për shembull ka fundi, tani i bëjsha si rima vetë. Qa mbingen. Se ka të qatë tekstin. Thuaj emrin e një këngëtari që nuk do të bashkëpunoje me ta. Nuk do të bëje duet. Hajde shko. E ti sigur që s'ka o përgjith. E këtë ti e veçatë e more anë. Që kjo që loj. Yes! Duket. Zdi qa ko ka, qaj rusi me espresso bashka. Jo, qaj me ketchup. Ku?
Okej. Uqë. Jo. Okej, dhe pyetja e fundit. Elira Jashta, Sabri Fejzullaut dhe Ermal Fejzullaut. Cilin këngëtar sot nga studio e ftohtë në zet e fton për një duet? E ftoj. Se komendu. So dyja që i ke pi po t'i largaj. Okej, hajde. Edhe një. Do më Jo thonë, që kjo shumë e zezë. kjo është espresso që po t'a garantoj. Stop e Okej, marë. ja e mirë, bambi. Okej, Elir nuk është që realisht 3 i ka pi, 3 si ka pi, në regullë, një duar tërkitje për Elirën. Leo, bënu pak ma zemër shlirë. Okej, Elir. Realisht një mundum që sa do pak me prek pjesë të ndryshme me të padën dimenzionet të tjera. Gramos e ka kërku që me këndu një këngë të Elvanës, e këndojmë tani për fund të bisedës. Unë po të them faleminderit shumë që ishe pjesë e ftohtë në zet, unë nuk naqa shumë me energjin edhe me profesionalizmin, kuptohet që ne edhe pak do t'jemi bashkë se do të këndojmë. Kështu që Elir, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ty për ftesën. Kërkove shumë zbavitje ditë e natë, në shëtitje gjitha unë për ty i kam bërë. Ti kërkove t'jesh në tren qdo kalimtar, të përmende të thotë, më të mirë nuk kam pas. Kam hyqyna, sa t'mira ti kam bërë, tash sy s'do me mi parë. Qka nuk të kam tregom në sy tashmu, para se me shku. Kam hyqyna, sa t'mira ti kam bërë, tash sy s'do me mi parë. Qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tashmu, para se me shku. Ti kërkove shumë s'pavitje ditë e natë, në shëtitje gjitha unë për ty i kam bërë. Ti kërkove t'jesh në tren qdo kalimtar, të përmende të thotë, më të mirë nuk kam parë. Kam hyqyna, sa t'mira ti kam bërë, tash sy s'do me mi parë. Qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tashmu, para se me shku. Kam hyqyna, sa t'mira ti kam bërë, tash sy s'do me mi parë. Qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tashmu, para se me shku. Mirë të ftohtë në zet, jemi bashkë të 1 orë 30 minuta, e qevesa tani është koha që ti përshëndes bashkëpunëtorët e emisionit, duke filluar me butikun Medina që ndodhet në 3 pika në Prishtinë. Veshët më të mira elegante dhe me çmime super ekonomike mund t'i gjeni në Medina, ndërsa një falënderim tjetër shkon edhe për LK Hair Studio për Osin dhe stafin e mrekullueshëm atje, sepse janë gjithmonë të gatshëm që të na qëndrojnë afër që ne sa do pak të shkëlqejmë pranë ekranit tuaj televiziv. Një falënderim tjetër për stafin e mrekullueshëm të emisionit Ftohtë në zet, sepse pa ta asnjë e diel nuk do të kishte kuptim. Sigurisht mysafirëve dhe gjithë ato çfarë sjellim tek ju, ndërsa tani para se ta përmbyllim me një këngë, unë doja që t'ju them që vazhdoni të shoqëroheni me Radio Televizionin 21 dhe me Ftohtë në zet do të shihemi të dielën tjetër në orën 15.
Kush ma mori fatin tim, apo unë pas kam gabuar, në fatin e huj jam dashuruar. Sa të dua të durej, kur s'më the se i martuarje. Dua me t'harru pasha këtë jet, jo s'më binde zemra e shkret. E di kur s'ka me dash tjetën, për mua ishe krye vepër. Dua me t'harru pasha këtë jet, jo s'më binde zemra e shkret. E di kur s'ka me dash tjetën, për mua ishe krye vepër. E kam grit flamurin e bardh, unë e humbur ti fitim ta. As gjëdhim vjetë s'mi ndalon, veç në ndra dua t'jeton. Sa të dua të durej, kur s'më the se i martuarje. Dua me t'harru pasha këtë jet, jo s'më binde zemra e shkret. E di kur s'ka me dash tjetën, për mua ishe krye vepër. Dua me t'harru pasha këtë jet, jo s'më binde zemra e shkret. E di kur s'ka me dash tjetën, për mua ishe krye vepër. Ftohtë nxehtë